Vishëvendës kryeministria Belinda Balluku dorëzoi sot detyrën te pasardhësi i saj Enea Karakaçi. Ajo shpreh se ndaj saj është bërë gjyq publik duke theksuar se nuk e ka sulmuar asnjëherë drejtësinë dhe se nuk ka lidhje me korrupsion. Bën sot betimin para presidentit 7 ministrat e rinj të kabinetit qeverisës. Menjëherë pas marrjes së detyrës ata janë bashkuar mbledhjes së qeverisë. Ka reaguar Sali Berisha që thotë se edhe ata janë trashëgimtarë të korrupsionit. Presidentja Vjosa Osmani deklaroi sot shpërndarjen e kuvendit pas dështimit për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, ndërsa thiri partitë për caktimin e datës së zgjedhjeve të reja. Por kryeministri Kurti tha se nuk do të ketë zgjedhje pa u shprehur më parë gjykata kushtetuese. Ushtria amerikane dhe ajo izraelite kanë nisur një fazë të re sulmi ndaj Iranit, ndërsa presidenti Donald Trump kërkon dorëzim pa kushte të regjimit të ajatollave. Lufta fut në kaos transportin global. Një raport i avokatit popullit zbulon se në 4 vitet e fundit janë vrarë 37 gra e vajza. Ekspertët shpjegojnë se kjo lidhet me përshkallëzimin e dhunës, ndaj kërkojnë që femicidi të klasifikohet si vepër e veçantë penale. Kur kanë mbetur edhe 20 ditë nga sfida e play-offit kundër Polonisë, shfaqin probleme disa lojtarë të repartit të sulmues. Broja, Daku e Medon Berisha janë në dyshim për shkak të dëmtimeve. Silvinjon ndjek nga afër ndeshjen e Muçit. Zonja dhe zotëri me mbrëma, mirë se erdhët tu në televizionin Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 19:30. Ishte zëvendës kryeministria Belinda Balluku dorëzoi sot detyrën pasardhësit të saj Enea Karakaçi. Ajo u shpreh se ndaj saj është bërë një gjyq publik duke theksuar se nuk ka sulmuar asnjëherë drejtësinë dhe se nuk ka lidhje me korrupsionin. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh. Zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendje. Mirupafshim.